armë për të vrarë. Kështu që ju lutem merreni dhe jam i hapur për çdo pyetje. Mikrofonin ju lutem. Ka një mikrofon. Faleminderit, kryeministër. Thjesht do të përpiqem të shkruaj akullin Michel Laçinski nga Austria Tipreste. Kam një pyetje që ka të bëjë me protestat e kohëve të fundit. Sa mbritëm këtu dje, pam që kishte shumë gjëra që zhvilloheshin në qytet. Pyetja ime është, këto protesta duket se janë të përqendruara në çështje shumë specifike, zhvillimi bregdetare, kështu me radhë. Sa shqetësuese është për ju si krye i qeverisë, si kryeministër, që këto protesta mund të bëhen më të gjëra, të përfshin më shumë çështje dhe të bëhen një lëvizje më e madhe? A është shqetësim për ju ky? Dëgjoni, pikë së pari. Ky është një vend i lirë. Unë vetë kam qenë pjesëmarrës në protesta. Dhe e di mirë, e njoh shihen e momentit kur e ke vështirë të protestosh. Di madje edhe shihen e gjakut, kur protesta ndos në një mjedis jo të lirë. Në këtë bulevard, jo një shekull më parë, por vetëm më pak se 20 vjet më parë, apo më sakt në 2011, 4 protestues u vranë me armë sulmuese. Që i kishin vënë në shënjestër pikërisht nga kjo ndërtesë. Kështu që për mua, është një epokë ndryshe, është një moment ndryshe në histori. Dhe është vërtet diçka shumë e mirë që njerëzit të mund të protestojnë pa asnjë problem, edhe pse mund të duket gjëja më e vogël, por nuk është kështu. Është një tjetër arritje e kësaj dekade. Një arritje për të cilën shqiptarët kanë luftuar për një kohë të gjatë, jo vetëm gjatë komunizmit, por edhe pas tij. Kështu që kjo është e para. E dyta. Kjo protest është provokuar nga një akt i shëmtuar dhune nga një roj sigurie kundër një protestuesi në kufirin e tokës e vendit për të cilin po flasim qysh prej një javë apo më shumë, tashmë për të cilin, për këtë episod, morëm masat më të ashpra dhe më të shpejta. Roja është arrestuar, drejtori i policisë së Vlorës u shkarkua, dhe ndërkohë njësia e policisë që ishte aty në terren dhe nuk ndërhyri menjëherë për ta ndalur rojën
që të mos ta bënte atë akt të neveritshëm është vënë në hetim. Kompanisë së sigurisë i është hequr licenca për të vepruar si kompani sigurie. Këtë kemi bërë ne. Dhe sigurisht, akti i dhunës ndezi ndjenjat video u bë virale dhe krijoi apo çeli rrugën për më shumë, për ngritjen e pikpyetjeve mbi zhvillimin vet, pikpyetje mbi pronën, pikpyetje mbi projektin. Pastaj, befas, çështja u bë më e gjerë dhe tashmë cek gjithçka, që është në rregull, por nuk jemi më në dinamikën e protestës së disa njerëzve apo shumë njerëzve, quajeni si doni, edhe pse kam parë raportime për qindra mijëra vet, që janë te çesharake, megjithatë s'ka rëndësi, nuk dua të flas për numrat, edhe pse numrat për mua janë mjaft modeste, por